72 vjeçarja Genovefa Miloshi, mjeke prej 37 vitesh, ka zgjedhur që edhe këtë vit të aplikojë për të shërbyer në njërin prej qendrave shëndetësore sezonale në Bregdet. Ajo thotë se eksperienca në qendrat verore ka qenë e veçantë, pasi ka arritur të shpëtojë jetë njerëzish dhe të ndihmojë pushuesit në momente urgjence. Ajo talja e legjës ka një defekt shumë të madh, ta marrin vesh edhe njerëzit e tjerë që do të shkojnë si vjet për emërim atje, sepse peshkatarët kanë hedhur, kanë gjuajtur peshk me dinamit dhe duke që siguri në sektin dhe pastaj për njerëz shumëllisesh dhe shkon në grop të thellë. Ajo nuk dinte që kishte grop, kur për një herësh u ndodh vetë brenda në grop, fëmia lart dhe ajo tentoi të kapte fëmijën, fatmirësisht u hodhën sa djem të ri e nxorën, por në gjendje goxha të rëndë dhe shqyqyr shpëtoi dhe ajo jetën. Është një hobi shumë të madh që kam për profesionin dhe që dua ta ushtroj atë sa të kem mundësi fizike dhe mendore. Mjekët dhe infermierët që duan të angazhohen gjatë verës mund të aplikojnë pranë operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Vetëm në një ditë numri i aplikimeve ka kaluar mbi 80 mjek dhe infermier. Për zgjedhja përfundimtare do të bëhet pas përfundimit të afatit të aplikimeve më 27 prill. Përparësi do të kenë mjekët dhe infermierët me eksperiencë. Janë të thritur të gjithë mjekët dhe infermierët që ka një leje aktive të ushtrimit profesionit. Sigurisht ne kemi përcaktuar një metodologji vlerësimi pas përfundimit të procesit të aplikimeve. Metodologjia përfshin që preferencë mbetet sigurisht ai që ka ndonjë specialitet kur janë mjek specialist. Dhe po ashtu për infermierët që kanë punuar pranë mjekëve specialist, infermierë që kanë punuar në kujdesin shëndetësor në banesë, infermierë që kanë punuar në shërbimet e urgjencës. Dhe gjatë kohës që shërbimi është duke ofruar, kur një mjek apo infermier preferon që të tërhiqet nga pozicioni që ka pranuar në fillim të sezonit turistik, na bën që të mos ta lëm asnjëherë shërbimin pa mjek dhe infermier. Zonat më pak të preferuara nga personeli shëndetësor mbeten Bajramculli, Thethi dhe Gjirokastra, ndërsa zonat bregdetare vijojnë të jenë më të kërkuarat. Mjekët dhe infermierët preferojnë gjithmonë zonat turistike që janë ato pranë plazheve, por ky nuk është qëllimi i hapjes kësaj thirrje. Qëllimi i hapjes kësaj thirrje është ofrimi i shërbimit aty ku ka nevojë për t'ia ofruar këtë turistëve si shqiptarë dhe të huaj. 36 qendra shëndetësore verore do të çelen në fillim të muajit qershor dhe do të ofrojnë shërbim 24 orë për 7 ditë të javës deri në shtator. Vitin e kaluar në këto qendra morën shërbim më shumë se 83.000 qytetarë, vendas dhe të huaj, ndërsa qendrat që regjistruan numrin më të lartë të pacientëve ishin ato në Shëngjin dhe në Velipoj.